Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ku po takohemi me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më interesante dhe momentet më të bukura më fani që kanë ndodhur brenda në shtëpi. Kreativitetin e gjestit, energjinë e gjestit, pozitivitetin e gjestit, dashurinë e gjestit e dua pafund. Është një djalë që në fakt di të dhuroj vërtet energji të mirë, di të dhuroj vërtet vëmendje edhe për publikun, por edhe për njerëzit e cilët i do, dhe një diçka shumë të bukur gjesti ka bërë në shtëpinë e Big Brotherit. Ne të gjithë sy e vesh po presim me padurim momentin kur gjesti të propozoj me unas për martesë Kiarën tonë të dashur. Gjesti, siç duket, po informon publikun se është duke bërë prova që së shpejti të thyen kutin të emergjencës edhe të merë unazën për t'i propozuar eglit tonë të dashur martesën. Por çfarë po ndodh? Gjesti mori një unaz të improvizuar nga Danja, dhe teksa Danja dhe egli po qëndronin në kuzhinë, gjesti mundohet në të gjitha format, në të gjitha mënyrat, në të gjitha situatat, të rikthej gjestin këtë eglin dhe të bëj eglin për vete. Tani, çfarë po ndodh? Teksa egli po qëndron, gjesti shkon me unazën edhe i ulet në gjunjë eglit, duke i propozuar martesë. Por dhe mënyra se si u propozua kjo martesa e improvizuar gjithmonë, ishte në një mënyrë më shumë qesharake. A do të pranosh të martohesh me mua, edhe kur do të kemi pare, edhe kur s'do të kemi pare, kur s'do të kemi pare do të bëjmë pare, rëndësi ka që ne të dy të jemi të lumtur dhe të gëzuar. Tani egli po qeshte pak kështu në nërbus, do me thënë, po shijonte momentin, por ishte nënkuptueshme që ishte një shaka, ishte një lojë në fund të ditës nga ana e gjestit, dhe egli nuk dëshironte ta jep veten e saj. Nuk dëshironte ta jep zemrën e saj që ajo në të vërtet don që të martohet me gjestin, por eglin e ndalon situata, e ndalon momenti, e ndalon shkaku, e ndalon ngjarja, dhe kështu që egli mbajti një qëndrim shumë të ftohtë, shumë të stopuar në veten e saj, duke i thënë që këto gjërat i shohim jashtë. Këtu brenda do shohim një herë lojën. Tani, gjesti kishte kohë që e mendonte për këtë moment. Gjesti nuk është një djalë që i pëlqen të bën gjërat në mënyrë tradicionale, për të rëndësi ka ndjenja dhe jo mënyra. Kështu që ai vendosi t'i propozon eglit për martesë në mënyrë qesharake, humor, në mënyrë provokimi, të shikon reagimin e saj. Do thënë, gjesti ma të pulsin, ta thyej kutin apo mos e thyej, po ta thyej do më shkon dëm. Gjesti nuk e bëri me një darkë të shtrenjtë apo me një skenar të planifikuar në detaje, ai e bëri në një moment krejt spontan, aty ku ndjeshin më rehat në kuzhinë. Ishte nata e mbrëmshme. Egli dhe Danja ishin ulur pranë tavolinës së bukës, duke biseduar për gjëra të zakonshme. Gjesti hyri në kuzhinë dhe u mbështet tek banaku, duke i vështruar me një buzëqeshje të lehtë. Gjesti kishte marrë një vendim dhe nuk kishte arsye pse të priste. Pa pritur, ai ul në gjunjë edhe i zgjati dorën, jo për të hapur kutinë e vogël të kuqe që pretendohet që ta ketë në dorë, por ai e bëri diçka krejt ndryshe. Ai mori unazën e Danjës, që e kishte në gisht, dhe e ul në gjunjë përpara eglit. Egli ngriti vetullat dhe u habit. Nuk e kishte pritur një reagim të gjestit dhe në fakt egli s'po kupton se ç'a po bën, domethënë gjesti. A e pranon të bëhesh gruaja ime, i thot gjesti. Si me para, si pa para. Kur të mbetemi pa para, do të bëjmë prap para. A pranon, tha ai me një zë të butë por të sigurt. Egli e pa për një moment, pastaj buzëqeshi me hije lozënjare. E dinte që gjesti nuk ishte njëri që ndiqte rregullat e zakonshme, por gjithsesi nuk donte ta linte keq. Jo kur të dalim jashtë, tha ajo duke qeshur lehtë sikur donte
të shihte reagimin e tij. Gjesti e shikoi me abje dhe i tha: "A, le në gjysa?" Pyeti ai duke mos fshehur as nervozizmin në thonjza të vogël dhe as dëshirën që kishte që ajo të thoshte po më njëherë. Danja që deri në atë moment kishte qëndruar në heshtje shpërtheu në të qeshura. "Po unazën time pse ma more, o i çmendur," i thot, tha ajo duke mbuluar gojën me dorë nga gazi, nga e qeshura. Egli vështroi unazën në dorën e tij, nuk ishte ajo që Egli do donte, por gjithsesi ishte një unaz. Dhe mbi të gjitha ishte një propozim që vinte nga zemra. Në atë moment ajo kuptoi që nuk kishte rëndësi se ku ndodhej apo në çfarë forme erdhi ky propozim, sepse njeriu që e donte po i kërkonte të kalonin jetën bashkë. Gjithsesi, diskutimi vazhdoi dhe për ata të dy ishte më shumë e rëndësi momenti i bukur. Tani Egli në kokën e saj shpesh po ja bën edhe gjestit këto pyetjet: "Pse mundohesh të më rikthesh?" Egli ka disa pikpyetje. Mendon që gjesti po e rikthen sepse ka parë ndikimin nga jashtë dhe mendon që nëpërmjet të rikthimit të Eglit ai do të jetë edhe më shumë superfuqi. Do të thënë, ky është mendimi i Eglit, amendësimi i Eglit, lundimi i Eglit. Mendon Egli që po të bën të fortën dhe po të jetë stoike, mimikat e saj, qëndrimet e saj, buzëqeshja e saj, natyra e lumturisë së saj kur është pranë gjestit nuk duket jashtë, nuk kuptohet jashtë. Do të thënë, Egli të paktën këto gjëra shikon dhe mënyra se si Egli po qeshte dhe se si Egli ndjehet e privilegjuar që mashkulli që ajo do më së shumti se vetja e saj, mashkulli që ajo jep maksimumin, po i shkon nga mbrapa dhe po e përndjek në një farë mënyre. Dhe qëllimi i Eglit ka qenë ky, që në ditën kur Egli hyri në shtëpinë e Big Brotherit, ky ishte qëllimi i saj, që gjestin ta bëj që gjesti ta përndjek atë, që gjesti të shkoj nga mbrapa, që gjesti të falë vëmendje, që gjesti të ketë fokusin e Egli dhe realisht gjesti ka rikthyer krejtësisht fokusin te Egli. Pa marrë parasysh se qa po ndodh, pa marrë parasysh se si janë situatat, gjesti ka rikthyer krejtësisht fokusin te Egli dhe po bën një lojë bashkë me Eglin. Tani të gjithë janë kurreshtar dhe pyesin: a do të përfundon kjo dashuri që po ri e heshtur, por me mimika, me vepra, me ndjesi është shumë e mirë, shumë e kuptueshme, a do të vazhdon kjo dashuri të përfundojë në një unas, apo e tëra kjo gjëja do të mbetet një sekret mes Eglit edhe gjestit dhe do të ketë një përfundim thjesht brenda këtyre mureve, domethënë gjithçka nisi aty dhe gjithçka mbeti aty. Dua të marr mendimin tuaj për këtë veprim.